Prek zemrat e njerëzve, Rozana tregon pasoja që I ka lënë Big Brother VIP. Rozana Radi ka reaguar për herë të parë pas përfundimit të spektaklit Big Brother VIP. Në një postim emocional në Instagram, më së fundmi këngëtarja është bërë gjallë, duke falendëruar publikun për mbështetjen e jashtëzakonshme gjatë rrugtimit të saj, e duke përshkruar këtë eksperiencë si një udhëtim fantastik jete. Ajo shpreu gjithashtu mirënjohje për produksionin dhe stafin e Top Channel-it që e bën këtë udhëtim të paharrueshëm, teksa me humor, Rozana zbuloi se ende nuk është ambientuar me jetën jashtë shtëpisë. Jam ende duke kërkuar mikrofonin në trup dhe gjumi nuk e kam bërë të plot, shkruan ajo duke ndarë me ndjekësit ndjesitë e para pas përfundimit të aventurës. Artistja vlerësoi në mënyrë të veçantë autorët e programit Sara Hoxhën dhe Ledi Liçën për mundësinë që I dhanë dhe për emocionet e forta që përjetoi gjatë finales. Ajo e ka mbyllur edhe me një story duke thënë se është e lumtur në krahët e familjes dhe se dëshiron të marrë veten disa ditë. Ajo ka falendëruar fansat dhe ka premtuar se shumë shpejt do e shohin në një projekt të ri, por duke mos dhënë më shumë detaje. Edhe psikologja e njohur ka dhënë një mendim për këtë postim të Rozanës, duke thënë se në momentin që pas gjithë kësaj periudhë banorët dalin jashtë shtëpisë, duhet patjetër disa seanca terapie me psikologun. Kjo pasi gjendja shëndetësore dhe mendore është tepër e agravuar dhe çdo lajm që merret nga jashtë përjetohet shumë keq. Ajo ka thënë që jo vetëm nga ana mendore, por edhe vizive, për shkak të projektorëve, dritave dhe vëmendjes, banorët gjithmonë e përjetojnë rënd daljen nga shtëpia. Psikologja u shpreh se Rozanës nuk duhet t'i jepet fare telefoni në ditën e parë dhe vetëm duhet t'i jepet dashuri dhe më pas të ketë disa seanca terapie.